presidenti i Partisë Socialiste zoti Begaj, i cili duhet të marrë konfirmimin e zotit Rama për të bërë një mesazh drejtuar popullit shqiptar. Dhe kjo është e vërteta. Unë nuk jam dakord që janë për shkak të gabimeve të 2008-s, bën pjesë edhe 2008-a, po është heshtja e vazhdueshme e politikanëve shqiptar të këtyre viteve që janë kënaqur. Për shembull, sa kanë mbajtur karrikën, s'kan fol për 2008-ën. Kanë ikur nga karrika, 2008-a është problemi. Pra, ose reformat në reformat zgjedhore që janë bërë vazhdimisht. Po. Unë kam thënë vazhdimisht. Kuvendu futën disa deputet në lista e kryetarit dhe preferencat. Petro ka qenë në grevën e eurisë në parlament për të mos u miratuar ndryshimet e 2008-s. Po që ajo reformë e 2008-s. Që atëherë kemi thënë që kjo do sjell pasojë. Ta deputet që nuk përfaqësojnë popullin është pikërisht kjo. Për shkak se në parlament pjesa më e madhe e deputetëve, mos themi 80 nga deputetët që janë sot në parlament, janë pjesë e listave të mbyllur. Listat e mbyllura janë preferenca e kryetarit dhe normalisht diktohet ajo që të preferuarat e kryetarit, nuk është se kanë pasur qasje të kundër me kryetarin, në të kundër nuk do të ishin zgjedhur nga kryetari për të bërë pjesë e listës. Është një protestë kundër sistemit? Ja, doli një nga listat e mbyllura, doli iku nga grupi. Ai individi është individi për zgjedhur në mënyrën të fundit nga protestat e mëparshme kundër armëve kimike dhe studentëve, por ato kanë qenë protesta shumë specifike dhe ndaj dhe umat rezultati që edhe për tyre shumë shpejt. Ndërkohë kjo është një protestë kundër sistemit dhe normalisht kërkon një kozgjatje më të madhe dhe rezultati i saj është domethënës dhe i ndryshues për gjithë shoqërinë. Pra vërtet ishte për armët kimike, po ishte një target i caktuar dhe u realizua dhe erdhi rezultati apo i studentëve. U plotësuan të gjitha kërkesat apo jo, por ishin specifike të një grup targetit të caktuar, ndërsa ne këtu jemi me kërkesa për ndryshim